Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV. Fillimisht një herë ju përshëndes të gjithëve, ju uroj të gjithëve një të hënë të bukur, një të hënë të mbar, një të hënë me energji pozitive. Shpresoj që dita e sotme t'ju sjell ato që keni pritur gjatë gjithë muajit, por edhe gjatë gjithë muajve që kaluan. Shpresoj që Zoti t'ju bekoj dhe të jeni ashtu siç ju në fakt e keni zemrën. Zoti le të na sjell aq sa e kemi zemrën. Do të nisim komentet tona, do të nisim analizat tona, do të flasim për ngjarjet më të fundit, do të komentojmë atë se çfarë do të ndodhë sonte. Ju e dini gjithmonë që ne para Prime-it, ditën e Prime-it, bëjmë një analizë të përgjithshme se çfarë do të ndodhë natën e sonte në Ferma VIP. Ferma VIP ka zënë një vend të jashtëzakonshëm në shoqërinë shqiptare. Një fenomen e quajtur Mimoza Ahmeti ka filluar që të rëmbejë zemrat e publikut dhe të gjithë analizojnë, të gjithë në një farë mënyrë janë bërë detektiv të kësaj ferme, duke dhënë analizën e vet, duke treguar mendimin e tyre, duke treguar edhe qëndrimet rreth ngjarjeve që ndodhin në fermë, ngjarje të padëshirueshme. Sonte pritet që të jetë një prime bombastik. Pritet që të jetë një prime që do të na rëmbejë të gjithëve nga A-ja tek Z-ja. Pyetja e parë është se çfarë do të ndodhë sonte, në çfarë pikash do të ndahet Prime, domethënë si do të jetë i bazuar skenari dhe cilat janë 3 pikat më të forta. 3 pikat më të forta janë këto: letra e Indrit, e cila në fakt sonte do të hapet pasi që Vanessa ashtu kishte dërguar urdhërin në produksion. Më duhet ta bëj këtë sepse nuk është Vanessa që vendos ajo, por është produksioni që vendos se kur do të lexohet her letër. Mimoza dhe Iliri debate të forta. Mimoza është e para, me thënë i cenzuruar Iliri. E gjithë ferma në televotim përveç Sonit dhe kush do të largohet sonte nga ferma. Do me thënë, fillimisht, pa marrë parasysh që kishte debate të nxehta, pa marrë parasysh që kishte debate të forta, produksioni nuk e vë në epicenter të gjës Ilirin dhe Mimozën. Unë kështu të kisha thënë, jo Mimozën dhe Ilirin, sepse Mimoza nuk është fajtore për gjuhën e ashpër, për gjuhën e rrugës të përdorur nga Ilir Shaqiri, në asnjë mënyrë. Mimoza thjesht është viktima e cila duhet të përballojë të gjithë këtë torturë psikologjike dhe shpirtërore që i bën Iliri, sepse ti të rish në një shtëpi dhe të dëgjosh një njeri i cili të vërtet gjatë gjithë kohës, kjo është realisht është e frikshme. Do të thënë sonte nata do të nisë me Indrin dhe Vanessën. Të gjithë kanë pyetur Tiranë se çfarë mund të fshihet në atë letër. Unë mendoj që Indrin, që në momentin e parë kur e nisi marrëdhënien me Vanessën, ishte pak i pasigurt. Do me thënë, nuk e ndjente marrëdhënien, nuk e jetonte marrëdhënien, mundoheshte që të dashurohet, por ishte e tëra thjesht një tentativë. Do me thënë, nuk ishte një ndjenjë, nuk ishte një emocion, ishte thjesht një tentativë për të krijuar një marrëdhënie e cila fatmirësisht nuk u krijua, sepse unë nuk jam i mendimit që duhet të mbështesim njerëzit të cilët nuk dashurojnë. Tani Vanessa ka premtuar që do të ishte pjesë e Prime-it, por siç duket nga lëvizjet që Vanessa bën, nuk do të jetë sonte në Prime. Ndoshta Vanessa ka menduar që Indrin do i shpreh fjalë dashurie, do i shpreh emocione dashurie, por unë mendoj që Indri nuk ishte i sinqert në radhë të parë me Vanessën, sepse fatkeqësisht nëna Indrin foli krejtësisht tjetër gjë në Ferma Club, që do me thënë ajo vazhdonte të ketë një raport jashtëzakonshëm me nusen e saj, ish nuse në fakt, dhe mendoj që Vanessa që në momentin kur i dëgjoi këto qëndrime, kur doli nga ferma, filloi të krijon një fotografi dhe mendoj që ka punuar me veten e saj që kjo gjëja të cilën unë e besoj
që do të realizohet, unë mendoj që do të jetë efektive për mua, si që duket e ka një fund të hidhur dhe nuk do të kem atë suksesin dhe atë dashurin që unë në fakt e kërkoj. Dhe do me thënë e shoh një Vanesë tashmë të përgatitur për një ndarje, Indrin ka filluar një afrimitet jashtëzakonisht me Klevisën dhe kanë atë kohën e tyre, momentin e tyre që po e shijojnë pafund. Do me thënë marrëdhënia mes Vanesës merr fund. Vetë mimika e Indrin, do me thënë ne jemi njerëz që lexojmë fytyra, vetë mimika e Indrin tregon një ndarje, tregon një përfundim të një diçkaje që në thelb nisi si gjë shumë e bukur, nisi si dashuria e parë në ferm, por siç duket Indrin ka probleme me emocionet, se kë vajzë ta zgjedh me kë vajzë të ri, ose thjesht është akoma i dashuruar me ish gruan e tij dhe dëshiron që në këtë rast, do me thënë, me femrat vetëm të gjej ngushëllim bisede. Nuk ka dhe raste të tilla. Nga Indri do flitet për debatin me Mozën dhe Ilirin, që çuditërisht të çudita, do me thënë, Moza ishte ajo që kishte bërë të gjithë këtë debatin, por të shohim, do me thënë, se çfarë vendimi do të merret, nuk pres që të merret në një vetim, sepse zakonisht të vendimet për përjashtime, për eliminime, po të merreshin do të merreshin në një formë më interesante dhe më të shpejt, jo do me thënë kaq vonë, jo kaq gjatë. Por gjithsesi sonte do të jetë debati mes Mozës edhe Ilirit që unë në një video tjetër do ta elaboroj pak më shumë. Dhe më pas, do me thënë, do të kemi se kush do të largohet nga ferma. Do të thënë të gjithë fermerët janë në një televotim të hapur, përveç Sonit, e cila nuk është pjesë e këtij televotimi. Tani do me thënë dy banorët e ri mendoj që janë pozicionuar shumë bukur brenda në ferm, kanë krijuar këto komoditetet, këto shoqëritë e tyre dhe nuk ma merr mendja që rrezikojnë për t'u larguar deri më tani. Mendoj që për mendimin tim gjithmonë duhet banorja e cila duhet të lërë fermën në këtë pikë të lojës është Blerina, por kisha menduar edhe Romiri, sepse Romiri nuk është duke bërë ndonjë gjë brenda në fermë, do të thënë nuk është se ka ndonjë aktivitet, është shumë i cekët në aktivitete dhe mendoj që e ka tashmë momentin e tij të fundit për të qëndruar brenda në fermë. Është shumë pak i zëshëm. Këtë javë ka qenë edhe Bujaka dhe mendoj që dhe Bujaka rrezikon, por më së shumti mendoj që i ka ardhur koha që fermerja që do të largohet është Blerina, sepse nuk është se ka ndonjë angazhim interesant brenda në fermë, ose mund ta heqin edhe djalin e ri i cili qëndron pranë Mimozës vetëm për t'ia hapur rrugët më të forta të debatit. Dua të marr mendimin tuaj me këtë që unë dash socialist. Përshëndetje. Ja ku po ritakohemi të dashur miq për të komentuar situatat brenda në fermë mes Ilirit edhe Mimozës. Sonte është nata e Prajmit, sonte do të komentohet mbi këtë ngjarje. Unë më herët e thash, do me thënë që produksioni kishte shkruar Mimoza dhe Ilir debate të forta, jo Ilir dhe Mimoza, që nuk kupton, do me thënë gjën do ta nisën Mimoza, Iliri është ndikuar nga provokimet e Mimozës, por unë nuk e shoh të tillë. Do me thënë, unë e shoh një situatë më të ngarkuar se kaq, sepse Iliri nuk ka problem me Mimozën në thelb. Se unë mendoj që Mimoza është personazhi më i lehtë për të sqaruar një keqkuptim, për të sqaruar një debat dhe për të sqaruar një dinamik. Do me thënë Mimoza është e vetmja nga personazhet që asnjëri nga momenti nuk e përdorën për të bërë një dramë të madhe. Asnjëri nga momenti nuk e përdorën për të përfituar klikime për të dalë në prime. Është shumë natyrë e qetë, është shumë natyrë e ëmbël sa që ti mund ta sqarosh me Mimozën çdo gjë. Tani Iliri dje gjatë gjithë ditës dhe mbrëm gjatë gjithë natës ka filluar me kërcënime të shumta. Unë ty të marr të varros bir kurve, janë dy që janë thënë. Më vjen keq që po i përmend, po duhet të thënë sepse nëse ne nuk i themi, nuk ka se si të merret vendimi për atë, do të thënë duke i thënë edhe s'po merret vendimi. E treta, unë atë do ta zhduk. Do të thënë Iliri këtë e ka për Mozën, Zhakun
edhe Kostanën. Problematika e Ilirit janë këto tre personazhe. Moza, Zhaku dhe Kostana, duke i kërcënuar që të treja. Tani Iliri bën presion mbi produksionin që Kostanën, Zhakun dhe Mimozën ta çojnë në një televotim ose ai do të largohet nga ferma. Nëse produksioni sonte e mundon ta nxjerrë situatën keq për Mozën dhe në favor të Ilirit, mua më duket padrejtësia më e madhe, sepse ngjarjet po ripërsëriten. Tani bir kurve e ka thënë dhe Jozmarku në shtëpinë e Big Brotherit, nëse ju kujtohet, tek gjesti, dhe e ka thënë orën 3 në mëngjes pas përfundimit të Prime-it. Por vëllau i madh mori vendimin menjëherë për ta përjashtuar prej shtëpie Jozmarkun. Ju e dini shumë bukur, janë ndaluar dhe emisionet në Top Channel. Ndërsa televizioni Vizion dhe produksioni Fermës tolerojnë. Ti nuk mundesh të tolerosh një fjalë të thënë nga goja e një artistit, pa marrë parasysh si ka qenë debati, derisa ky artisti në thonjza nuk arriti ta kontrollon veten e tij. Ti duhet menjëherë të marrësh vendimin për ta hequr. Nuk mund ta bësh, ta lejosh akoma që ai të vazhdon të kërcënon, që ai të vazhdon të ofendon dhe ai domethënë të çmendet në inatin e tij. Ai është mbuluar nga një inat, sa që nuk arrin dot ta kupton që më fal, ka dhe më të mirë se unë. Unë kam arritur deri këtu. Për mua ishte e bukur të rikthehem në sken. Iliri e di shumë mirë që s'ka qenë fare në sken. Me thënë Iliri çka ka qenë Big Brother, që e fitoi, që i dha i çik autoritet dhe pastaj humbi komplet. Dhe tani në fermë Iliri hyri për të rikthyer veten e tij. Dhe ky është realiteti dhe ne duhet t'ia pranojmë vetes atë që ne jemi, jo atë që ne kemi bërë 700 vite përpara. Ne ta dim shumë bukur kush je ti, po pse nuk e ruan atë që ti e ke bërë? Pse nuk e ruan atë Ilirin që ne jemi mësuar ta shohim atë Ilirin artist, po ti tregon atë Ilirin DLNG. Dhe mua kjo më streson, sinqerisht më streson, sepse promovohet e keqja dhe vazhdohet të duartrokitet nga ana e produksionit e keqja. Unë uroj me zemër që sonte produksioni të merr një vendim të qartë. Publiku nuk e do Ilirin brenda në shtëpi pas kësaj gjëje që është thënë dhe me patjetër duhet qenë me zërin e publikut. Nuk mundesh ti ta quash tjetrën bir kurve pa të bërë gjë, sepse ty të ka provokuar. Ore ti aty nuk ke shkuar në Dubai me pushime, ke hyrë në ferma VIP dhe do provokohesh dhe do tensionojnë dhe do nxjerrin nga vetja, po urdhro kontrollo veten një 40 vjeç. Ishe fituesi i një eksperiencë të tillë. Dhe ti duhet të jesh shembulli se si fitohet kjo eksperiencë. Jo të jesh shembulli më i keq. Domethënë, sonte presim një përballje. Unë gjithmonë do ta mbroj të vërtetën, edhe sikur Moza ta thonte atë fjalën, do t'i isha vënë në këtë formë, sepse nuk e toleroj dot kur një njeri, një personazh tek fëmijët, sepse këtë fermë shohin nga më i vogli deri tek më i rrituri dhe ç'a shembulli po marrin ato. Ato po marrin një shembull se si po tmerrohet një njeri, se si po tensionohet një njeri dhe si duhet vritet një njeri. Dhe kjo është ajo që po ndodh aktualisht në fermën tonë të dashur. Dhe për këtë gjë, unë sonte kërkoj edhe nga produksioni që të jenë pak më të sinqert, të jenë pak më të vërtet dhe t'i lejnë ato pazarliqet e veta që i kanë, por ta shohin realitetin ashtu siç është. Dua të marr mendimin tuaj.